Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues. Mirë se vini në kanalin tim, ku flasim për astrologji, parashikime dhe mençuri të lash. Sot do të bëjmë një zhytje të thellë në parashikimet për javën që fillon më 22 dhjetor 2025. Kjo është java e Krishtlindjeve, një periudhë magjike por edhe sfiduese, dhe na jep një pamje të qartë duke kombinuar astrologjinë perëndimore me mençurinë e I Ching, librit të ndryshimeve. Do të zgjerojmë çdo aspekt hap pas hapi, që të kuptoni se si këto energji ndikojnë në jetën tuaj personale. Bëhuni rehat, merrni një çaj ose kafe dhe le të fillojmë. Së pari, le të flasim për kontekstin astrologjik të kësaj jave. Java nis në sezonin e Briciapit, një shenjë që drejtohet nga Saturni, planeti I disiplinës, përgjegjësisë dhe strukturës. Dielli ka hyrë në Briciap që më 21 dhjetor, duke na shtyrë të jemi më praktik, të fokusuar te objektivat afatgjat dhe te gjërat materiale. Imagjinoni, pas festave të zhurmshme të shigjetarit, tani vjen momenti për të ulur kokën dhe për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Mars, planeti I energjisë dhe veprimit, është gjithashtu në Briciap këtë javë, duke na dhënë forcë për të kapërcyer pengesat, por edhe duke na bërë më të ashpër me veten dhe të tjerët. Hëna, në fillim të javës, është po ashtu në Briciap, duke përforcuar këtë energji toksore, të qëndrueshme. Ne sapo kemi kaluar një hënë të re të fuqishme, në fakt. Hëna e re në shigjetar ndodhi më 19 dhjetor 2025, pak ditë para fillimit të sezonit të Briciapit. Kjo është hëna e fundit e re e vitit 2025 dhe ajo mbart një energji të veçantë optimizmi, aventurë dhe vizionit të gjerë, tipike për shenjën e shigjetarit që drejtohet nga Jupiteri, planeti I zgjerimit dhe fatit të madh. Hëna e re simbolizon gjithmonë fillime të reja. Është momenti kur dielli dhe hëna bashkohen në të njëjtin grad, duke krijuar një fazë të errët në qiell, por plot potencial të brendshëm. Është si një far që mbyllet në tokë të errët, nuk shihet ende, por ka fuqinë për të rritur diçka të madhe. Në shigjetar, kjo hënë e re na fton të ëndërrojmë larg, të kërkojmë kuptim më të thellë në jetë, të planifikojmë udhëtime, qofshin fizike apo shpirtërore, dhe të vendosim synime që na çojnë drejt lirisë dhe rritjes personale. Kjo është si një derë e hapur drejt vitit të ri, ndërsa po mbyllim 2025-in, kjo hënë e re na jep mundësinë të reflektojmë për mësimet e vitit që lam pas dhe të vendosim intencionet për 2026. Mund të vendosni synime të mëdha, si të mësoni një gjuhë të re, të planifikoni një udhëtim aventuresk, të filloni një studim ose projekt që zgjeron horizontet tuaja, ose thjesht të kultivoni një filozofi jetësore më optimiste. Është momenti perfekt për të lënë pas të kaluarën, falni gabimet e vjetra, lironi bagazhet emocionale që ju pengojnë dhe nisni me energji të pastër, plot shpresë dhe besim se e ardhmja është e ndritshme. Archie Dunlop thekson pikërisht këtë kontrast të bukur. Kjo hënë e re na jep shpresë të madhe dhe vizion të gjerë, si dhurata e shigjetarit që na bën të shohim mundësitë infinite. Por, tani që po hymë në sezonin e Briciapit, që fillon më 21 dhjetor, këto plane nuk duhet të mbeten vetëm ëndra të mëdha dhe ideale. Briciapi, I drejtuar nga Saturni, na kërkon realizëm. Synimet duhet të jenë reale, të matshme, me hapa konkrete. Për shembull, në vend të dua të udhëtoj më shumë, thoni do të kursej 100 euro në muaj për një udhëtim në verë. Ose në vend të dua të jem më I lumtur, vendosni do të praktikoj meditim çdo ditë për 10 minuta. Kështu, energjia optimiste e hënës së re në shigjetar kanalizohet në struktura të qëndrueshme, duke krijuar baza të forta për sukses afatgjat në 2026, për ta shfrytëzuar sa më mirë këtë periudhë. Archie sugjeron rituale të thjeshta. Shkruani 3-5 synime në një letër gjatë ditëve pas hënës së re, vizualizojini ato me detaje dhe pastaj krijoni një plan veprimi praktik. Kjo javë, me fillimin e Briciapit, është ideale për të filluar të ndërtoni, hap pas hapi, drejt atyre ëndrave të mëdha. Është një kombinim perfekt, shpresa e shigjetarit me disiplinën e Briciapit, që na çon drejt një viti të ri plot arritje reale.
Tani, një aspekt shumë i rëndësishëm, më 24 vjetor në prag të Krishtlindjeve, Venusi, planeti i dashurisë, bukurisë dhe kënaqësive, formon një katror me Neptunin. Ky është një aspekt sfidues. Venusi në këtë pozicion mund të na bëjë të shohim marrëdhëniet me sy zëroz, të idealizojmë partnerin ose të bijem në iluzione. Neptuni shton mjegull, mund të ketë konfuzion emocional, zhgënjime nëse pritshmëritë janë jo realiste, ose madje mashtrime të vogla, si premtime që nuk mbahen gjatë festave. Këshillohet kujdes i madh këtu, mos u dorëzoni të fantazitë e tepërta. Në Krishtlindje, kur të gjithë duan harmoni, ky katror mund të sjellë momente kur realiteti përplaset me ëndrrën. Por, nëse e trajtoni me vetëdije, mund të jetë një mundësi për dashuri më shpirtërore, më të thellë. Në fundjavë, Mërkuri, planeti i komunikimit, ndërvepron me Jupiterin. Kjo mund të sjellë mungesë disipline në biseda, njerëzit flasin shumë, nxjerrin përfundime të nxituara, ose premtojnë më shumë se ç'mund të mbajnë. Është energji optimiste, por e pakontrolluar. Një paralajmërim, mendoni para se të flisni, sidomos në familje ose me miq gjatë festave, le të kalojmë te I Ching, pjesa që e do aq shumë dhe e kombinon me astrologjin. Për këtë javë, ai përdor 2 heksagrame kryesore. I pari është heksagrami 10, I quajtur shkelja ose Treading. Imagjinoni një tigër të fuqishëm, metafora është mos I shkel bishtin tigrit. Kjo do të thotë ec me kujdes në situata delikate. Rreziku është aty, por nëse je I vëmendshëm, respektues ndaj kufive të tjerëve dhe nuk bën hapa të pamenduar, do të kalosh pa problem. Në lidhje me astrologjin, ky heksagram përputhet me energjinë e briciapit dhe katrorin Venus-Neptun, mos rreziko në marrëdhënie ose financa duke u nxituar. Trego vëmendje ndaj detajeve, respekto hierarkitë, qofshin familjare apo profesionale, dhe shmang impulsivitetin. Pastaj, drejt fundit të javës, vjen heksagrami 55, bollku ose abundance. Ky është kulmi. Pas kujdesit dhe punës së palodhur, vjen stabiliteti, suksesi, një ndjenjë plotësie. Është si shpërblimi pas provës. Arqie thot se java fillon me tension, por mbyllet me bollëk emocional dhe material. Lidhur me sezonin e briciapit, kjo na mëson se disiplina çon në shpërblim, pikërisht në fund të vitit, kur reflektojmë për arritjet. Tani, le të shohim parashikimet sipas fushave, duke I zgjeruar me këshilla praktike. Së pari, financat. Krishtlindjet janë periudhë shpenzimesh të mëdha, dhurata, ushqime, udhëtime. Arqie paralajmëron presione financiare. I Ching këshillon të mos rrezikoni, mos I merrni paratë si të mirëqena. Me energjinë e briciapit, është koha për buxhet të rreptë. Mund të bëni gabime nëse jeni të pakujdesshëm, si blerje impulsive në ndikimin e Venus-Neptun. Por, nëse tregoni maturësi, java mbyllet me stabilitet, ndoshta një bonus I papritur ose një ndjenjë se financat janë nën kontroll për vitin e ri. Në karrierë dhe biznes, java nuk do të jetë e lehtë. Me Mars në briciap, ka energji për punë, por rrezik për situata shpërthyese. Heksagrami 10 na thot, mos ndërhyni aty ku nuk ju takon, mos u bëni vullnetar për detyra që nuk I kuptoni plotësisht. Mund të ketë konflikte me shefa ose kolegë nëse ecni pa kujdes. Por, në fund, përpjekjet sjellin rezultate të mira. Bollku I heksagramit 55 premton njohje ose progres. Më në fund, marrëdhëniet, fusha më e ndjeshme këtë javë. Njerëzit janë delikat, sidomos në Krishtlindje. Venus katror Neptun shton konfuzion, mund të keqkuptoni sinjale, të shgënjeheni ose të idealizoni. Kujdesi këshille, trajtojini të tjerët me respekt të madh, mos nxirrni përfundime të gabuara. Ecni si në heksagramin 10, me kujdes, pa shkelur kufi. Fundjava sjell bollëk emocional, lidhje më të forta, falje, momente të bukura familjare. Mesazhi kryesor I Archie Dunlop për këtë javë: ecni me kujdes, respektoni kufit, shmangni rreziqet e panevojshme. Dhe në fund do të shijoni bollkun që vjen pas përpjekjes.
Është java e Krishtlindjeve, le të jetë e mbushur me dashuri reale, jo iluzione, gëzuar Krishtlindjet të gjithëve. Faleminderit që dëgjuat. Nëse ju pëlqeu, bëni like, subscribe dhe komentoni se si ndjeni ju këtë javë. Shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.